tjetër, shpëtues për në ahiret. Mëshira Allahu të qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Falënderimet janë vetëm për të madhin Zot që na mundsoi edhe sot agjërimin, faljen e namazeve, hapjen e iftarit. Po inshallah të na ndihmoj edhe për faljen e këtij namazit, yasis, të tarawis, të vitrit. Të gjitha këto janë dyrë prej dyrëve që neve na çojnë në xhenem. Besoj se jeni treguar të vëmendshëm, sidomos ata që vënë vetëm gjatë muajit të Ramazanit. Është mirë me i shënu këto fjalë që flasim me këtu. Edhe mund t'i duket pak si hapi, për shembull. Çon ky hoxha. Për çfarë shkencë është na flet ky këtu? A kuptoni? Por fjalët tona duhet marrë shënim. Sidomos ato që janë moshë e re. Edhe moshë e vjetër, edhe 80 vjeçi. Nëse se kam mësu, do të shënoj të maj aty. Pse? Pak të fjalë nuk e ku të shkesh. Nuk e ku të shkesh. Masën e këto fjalë ju për i njërë dhe nga i horës që të paktën ka dhe mosh, mja se ti e djaliri, thot i horës, je më shatar me mu, për shumë, 30 vjeç, 35 vjeç. Shiko këto fjalë i të njëru nga i njëri që është mosh të shi 65 vjeç. Por çfarë themi ne? Ne duam që ju e para punës të lidheni me Zotin xhela xhelaluhu. Edhe në qoftë se ju lidheni me Zotin, nëpërmjet këtyre që ju themi ne këtu, ju do të jeni të shpëtuar për dynjë dhe për ahiret. E para, nëse ju afroheni tek Allahu, ju do të keni në mbrojtje veten e juaj. Se pa lidhjen me Zotin xhela xhelaluhu, a disi jeni ajo? Si një copë, keni në i parasysh në i varë, kështu që hes në dejet, ashtu, ka të qoj dalgo. E në përgjithësi, moshëre, është në këtë lloj deti, me dalg, ka të qoj atë varë, e vogël është e copë e përplasin ato dalgët atje, e në zdini se ka me shkuar, absolutisht kërkoni. Për ne do të keni lidhjen, mbështetjen tek Allahu xhela xhelaluhu. Masën e dyta, a e do familjen të atë? Allahu xhela xhelaluhu thot në Kur'an, mani men mos i harroni. Do t'ju duhen, po ka mundësi që të kujtoheni kur të shkoni ka 30, po ka i herë, për ca gjona që kujtohesh është vonë të hembun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, pendimi më i keq kur s'bë dobi. Ka marrë çdo gjë. Thot, runi veten tuaj, edhe familjet e juja. Pa e dini si ruhet vetja. Vetja ruhet duke mos shku tek zonat që ka ndaluar i madhe Zot. I moralitet. I mitëri e hoxhën. Që janë sidomos djemve dhe herë ne na lejohet. Vajzëve nuk lejohet. Ne jemi moshëre. Shkojmë ka dum, bëjmë çfarë dum, kina kohën për të bën me familje. Nuk e kohë për familje. Familja fillo 18 vjeç. Po ne kemi qenë tim ndryshe, të shkallë, të Zot, në kohën tonë. Megjithëse s'kishim mjet të transportit, me biçikleta, edhe më kam, po kemi qenë tim të Zot. Ne kemi pasi një pengesë për sa i përket familjes. Ishim detyruar të kryeshim shërbimin ushtarak 2 vjet. Edhe jemi të specializuar për përdorimin e armës, për shembull. Edhe direkt, mësa në veshin njerëzit, do t'jap gocën për djalët. Shiko, kom i djalë, ma jepet vajzën për nuse? Edhe ky më habet me 18, 19, 20, 21, ishte me prej që fëmi. Edhe kur themi ruaj vetën dhe familjen, herën e parë ruaj vetën. Mos hapset ona shmajtës e djathas. Ke gardhi huj, ke vleja huj, ke dera huj, ke shpeja huj, ke shoku huj, ke miku huj. Mos hapset. Të ka kriju Zotit, urrejto bona 18 dil, kërko për vajzë, mene në shpej, marto, kriju familje, ruja atë,
trudhaj aty. Por, të gjitha ata që fejohen për shembull, mos të vejnë kushte atje ke ajo e fejume ke bashkëshorë, për të vejnë kushte vetes vetë. Ti e vetë i rregull gastare, sa që krejt miletit bëjnë be për ty, thonë për Zotin, ky është djali i ndershëm. Edhe ajo do të rejë ndershme me ty. Pra ruaj veten, ruaj dhe familjen. Pse? I është e egër kjo bota. E dini si ta morin burrin? E dini si ta morin gruan? E dini si ta morin pasunin? Me shkronjë, me i fjalë. Sepse s'di ti. Se unë e di që shkollë këtë bodi. Ja për shembull. I njëri e trajtojmë me ushqimin e këtu në fushkëroj. Për arsye se ka lujt të lojnë gërvisht dhe fito. Kësher lek i kishtë më gjep këtë baje, plej bileta, hëllë kosh plenët. Me fitohet lotën aty, gërvisht tu në fito këtu. Është për të trajtohet me ushqime, deri dhe shpejnë e qojnë shqitje. A i ti merë lek të kështu. Dhe më thënë, këti modeli që s'ke lidhje me xhamin, që s'ke ngju fjallët e tona, të qvesh me në sekundit. Sa shemë i doni? Biznesmen të mëdhej, 96 në këtu. Me tha si kishin lek. Dulen ato, tha ne, tha ju japim lek, që të pasuroni mre në 3 muaj. Firmat piramidale që ushin ato. A ishte para me kaman. E keni parasysh? Kom lexuar për punë grepit, peshkut, atje, që i vejnë një karrema i grepit, atje, po që ka halli me shnash peshkun e? A i peshkatari që gjuhëti? Ska i, si shkom men. A i ta në përmet ati i karremit, ta marri peshkun, edhe ta qoj këtu kefteri, i themin, ose këti gani. A i shifni. E ti si ju gjvasit. Pra, kjo loj shoqërije, kjo loj teknologjie, ju zhvat mre në sekundit. Mre në sekundit të merë gruan, të merë burrit, të merë pasurit, të merë tokën, të merë gjithë shka. Të merë makinë, të merë gjitha. Urdhroni, thot, të kaloni natë mirë këto mi klub nata atje. Kur erdhë mjes, thaj, pa gru, ku e ke gruën? Ma kanë marë, shumë me i thash. Si kom gjohë fjallë të ju, vazhdo. E në 20 tjere me marë prapë për di marë, se s'ke e të nuti. Se do me shku me kalu natë në tjeti, pëse se kalu natë në tjeti me bashkëshortën të atë, ke shpaja jo atë atje. Ke miqtë të tuaj atje. Pëse se kalu natë me këtë iftarin që bomë sonën e kretë atje. Ati kishim në gratë. Gratë ishin grumull gjithë mi ven atje, burët në ishin mi kratë tjetër atje. Kretë normale. Kretë normale. Pra nej, kjo loj shoqënie, që kjo loj zhvillimi, juve ju zhvesh mërë në sekundit ju betohem në Allah. Se reklama është ta që bukur, helmi ju paraqitet ka që bukur, ka që amël, sa që ju e mërë një për mjallë. Vallahi, kështu i morën gjithë, në 96-ën, e në u higën u shpraso njerëzit pa shpia, pa makina, pa pasuri, pa si zo, kredi shkatroj me qëllim pasurimin e mërë në 2 sekundave. Kështu që hajtë në xhami, në gjoni, ne me thonë drejtë me ca vlezër këtu gjajet vjetra, ne i në du i kërë ato qokat tona, si me thonë. Po halin e kemi për ju. Do të binim dorë të kësaj shoqërie, në dorë të këtyre reklamave, që pasha Allahu në këpuz vesh për të lonë nuk kanë. A dini? Me shpi, me pasuri, me gru, me fmi, do të zhveshin ka 4 anë. Lërgohën e ty në budalla dhe ku e të shkusët, kina ditlindje, se s'ke ditlindje. I ditë ke lindë. Ditlindje është çdo natë që s'ke bon gjinove. Festoj gjithë natën. Pse, elhamdulillah, s'kom bon gjinove sot. Kalo sa ma mirë. Po ju më shku atje. Sa atje, ke përshku me gocë, me grune, me dhe ke për të arë pa zonë. Kanë për të marë tjerë. Mos i harroni këto gjona që ju thot gjaj këtu, se i ditë të tjetë vanë. Ne kemi qenë të kujdesshëm me këto çështje. Po më përpara kemi rujt këmbët tona. Syt ton, vesh ton, gojet tona, s'kemi mundur punë. Atë. Çao, e goja kjo, s'ka këtu me mundur. As pasuri, as shoqni, as miqësi, absolutisht.
Mos e njeroni atyre gjonave, e kom shok, e kom berezer, e kom kështon s'ka. Për dy gjona i kini. Për do morë në i lekni, në i vajz, në i bashkëshor dhe në i zoni, kujdes. Kujdes, në gjojën i gjajnë tonë. Këto s'ka tolerancë këtë familje. Absolutisht. Edhe kura kom fejohet vajzën, ishte edhe në mosh, 16 vjeç e gjithë. A orë, shpëse po kështu. Është zonë, se me dy kalamaj, 18 vjeç e ka djalin. E i thash ati dhëndrit, në gjoj dhash. Se unë nuk jam roja ti kështë fejohet edhe. Se po ti e mund ndryshë, thash, jam vetët e për shemë. Po s'freje do të mos kishë shpejt time. I thash, pash zotin, masë më qa shok kështë feje. Ju betohem zotin. Masë më qa shok kështë feja. Ju dhe dorë leka, kalamo është. Ne po i shohim se sa kollaj rrehet burri, sa kollaj rrehet gruaja. Ju dhe dorë leka të më thash këtë urë, këtë kam të tëne, kalamo e ishte dhe shkretë. Thash sa të kaloja i vjetër, se më sënë e kuptok, ja vetë, mëse s'ka nevoj më dhe, nuk e kam problem. Edhe elhamdire, jo për zotin dhe që dorë. Pra mos u lidhni. Kujdes, runi vetën, runi familjet, runi pasurit, po këta nuk ruhen me ata teori që kina nejnë për internet, për ruhen vetëm me teorinë e xhamisë. Zoti na ruaj gjithë, inshallah. Zoti ju zoftë dhe ju dhash më të mirën për këtë jetë edhe për ahiret. Amin. Jepë i kamerit.